Faleminderit shumë për këtë mikpritje dhe është kënaqësi të jemi këtu në postën e Kosovës, në zyrën e dytë në qytet, e të tretën gjithsej në Zveçan, pasi që morëm vesh se janë 4 zyrat postës së Kosovës në Leposavić, 2 në qytet dhe 2 në për vendbanimet rurale atje. Dhe kjo në kuadër të 13 zyrave të postës Kosovës në 4 komunat veriore të vendit tonë. Është për të përgëzuar Ministrinë e Ekonomisë dhe postën e Kosovës që po bëhet shtrirja gjithnjë më e gjerë territoriale e shërbimit postar publik. Dhe kjo po vjen pas një suksesi të përgjithshëm të performancës së postës Kosovës. Ne e dim mirë që në vitet 2016 deri në vitin 2021 ka pasur humbje të gjithëmbarshme, pra kumulative 9.3 milion euro, ndërka që vitin e kaluar e kemi mbyllur më në fund me fitim prej afër 260.000 euro. Prandaj unë ju përgëzoj për këtë sukses në qeverisje të mirë korporative publike të postës Kosovës, për menaxhim të suksesshëm i cili është reflektuar si në cilësi të shërbimeve, gjithashtu edhe në fitim të kompanisë. Muajin prill e patëm filluar me lajmet e hidhura për granat dore, ku njëra shpërtheu e tjetra jo, pikërisht në vendin ku ndodhem sot. Por këtë vizitë në fund të muajit po e bëjmë në një situatë ku është e qartë për gjithë qytetarët se posta nuk është vend i granatave i bombave, po i letrave, po sullave, i mallrave, por çebesa edhe i dërgesave financiare që mund të merren në euro tash këtu në zyrën e postës Kosovës në Zveçan. Në këtë pjesë, përgjithësi në komunat veriore, momentalisht mbulojnë ditoret, nëse krahasojnë në komunat e madhësisë të njëjtë, diku rreth 50% participimit të tregut e kemi. Shifet që shërbimet po priten mirë prej qytetarëve, kuptohet ka ende punë për me bo, na vjen edhe ne që jemi sa më afër tyre, por dhe ata po shifet që gradualisht i përqafojnë shërbimet e postës Kosovës, besimi po rritet në shërbimet tona, presim që me kohë gradualisht ky participim të rritet edhe tutje me këtë edhe investimet ryanës tonë edhe punësimet në tregun lokal të tjerë.